Përshëndetje, sot është e diel, edhe të marrë me vetë në pjesën e dytë të dielës time. Ja është bie shi, por gjithsesi edhe pak do dalë në pak për ajër, kemi dalë para ditë. Gjithsesi do ju marr me organizimin e çfarë do bëj tani të dielën mbas dite. Fillojmë nga gjëra kryesore. Si fillim lutem, shikoni sa i bukur është ky tapeti. Është trova sot. Fantastik, më pëlqen shumë. Edhe gjëja kryesore që është lakra. Lakra, të bëjmë lakra turshi. Rumuja që duan, po bëjmë lakrat. Nuk e di sa keni që na ndiqni, por nëse na ndiqni, keni mjaftueshëm që na ndiqni për shembull që nga viti i kaluar, e dini që ditën para se unë të lindja, po bëja lakra. Edhe unë tani sa herë që bëj lakra turshi, sa herë. Kjo është hera e dytë, domethënë pas lindjes, por gjithsesi, kujtohet gjithmonë ajo dita, se më duket më kapi ai fiksimi, thash duhet i bëj edhe çuditërisht nuk e di pse ditën tjetër linda, kështu që fitimi i mirë, fitimi i bukur. Tani po përgatisim lirën edhe pastaj do bëj një ëmbëlsirë që doja t'rregoj edhe juve, mbasi doni ta gatuani për vete, për fëmijët, është pa sheqer. Dhe diçka tjetër e mirë e kësaj fundjavë ishte kjo, si quhet kjo lakra, e bërë pero me polenta që e kishte bërë mami im. Shumë e mirë, hëngri dhe arbri. Lakra si kemi shtuar vetëm piper, edhe hudra. Unë do bëj pjesën më të rëndësishme. Dhe voilà, hudra, piper, të tre, edhe sa ftohet pak ujë, shlira, dhe pastaj ta hedhim. Po, patjetër, shumë bukur. Kemi për gjithë dimrin. Ose më pak, varet sa na zet. Në gjithë më ka dalë kjo super kuqe këtu. Basa është për çokoladave që kam ngrënë, s'ka gjë, por është për pak e bestishme, të jemi sinqert. Nice. Nuk I kam bërë asnjë gjë. Jemi sinqert. Thjesht paçis edhe besoj se një 2 ditë do ikë. Po më kanë. Nice. Çfarë ka pasur tash? Libri I arbrit, se normalisht kudo që vete librat me vete. Kush është? Arbri. Gjërat bukur. Tarta. Gjynafsh edhe një qik dhe zjasin, edhe pse këtë vit ka ndalë më mos edhe konisht ngjyrat, po shumë ka vjeshta këtë qëra. Një portokale moj, të ndala unë ty, lullet e limonit moj, të vini në sy, ngrije kokën e lartë moj, se më dogji mali, vinte gusha joteo, aroma portokali. Do bjerë I shi se këndoj mami. Të bëjmë pak aesthetically pleasant. Arbër, je gati të bëjmë ëmbëlsirë, mama? Nuk është gati. Kjo që kam mbushur. Ata, do bëjmë ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë me mollë, me banane. Na duan 2 kokra molle, t'i qërojmë. Siç I qërojmë. I fusim këtu të kjo për t'i frulluar gjitha bashk. 2 kokra molle. Për t'i miksuar pra që shtuar. Bluar, për t'i bluar të gjitha bashk. Voilà. Las mollas gati. Një banane, e pje ku mirë, se jam më të mbra ku piqen, ishte të shumë. Kështu ishte shpiking. Që bëj pak më të vogla mollë. Duhet të shtojmë 4 kokra ves, por duhet në ndarë të bardhat nga të verdhat. Edhe unë I bëj kështu. Masën e mollës do shtim njëjën veç. Se jo për gjë, po këtu do montojmë bardhën e vezës. Do e bëjmë kështu. Do e rrajmë që mos të bjeri, domethënë. Si që bëni me lugë, me thikë më para, po tani kemi këtë që. Atëherë këtu të masa shtim vezët, pjesa e verdh, kuqe që mi si duhet, do shtojmë dhe kanellën dhe kjo u montua. Tani të bëjmë këto dhe vazhdojmë me procesi. Mescoliamo bene, thot ajo. Më thënë e përzjejmë mirë fare. Ajo thot e kuqe fare, nuk thot as e verdha. Dhe t'jemi sinqert kuqe e verdha. Hedhim pak kanellën. Është opsionale kanella, nëse doni, nëse s'doni. Por unë mendoj se jep
Shije. Kam provuar të gjitha... më duke kokë. Kam provuar të gjitha mësirat e fundit që kam bërë. Edhe për mendimin tim del e mirë. Tani, të masa këtu do shtim 150 gram. Ja. Që unë ka e bëj. Edhe pastaj të tregoj procesin. Vrave! Poci! Atëherë, këtu pasi hodha dhe mielin, e trazova mirë, kam shtirë edhe lievito, fryrës, një nga këto fryrës. Tani do shtojmë të bardhën e vezës. E hedhim në një tepsi, tepsinë e lyeni pak me vaj ullirës, me gjalp si të doni ju. I shtojmë dhe arra sipas preferencës, dhe tani e vëmë të piqet për 40 minuta që në 70 gradë. Do ju lëmërë si totali, inshallah po deli e mirë. Ndërkohë që bëhet ëmbëlsia dhe darka, do po vura, kam bërë supë me lëng pule, dhe t'ju tregoja këtë setin e kështu tasave që mora të Lidl. Janë fantastik. Mund të futen në ngrirje, mund të lahen në gjitha temperaturat, shkurtim këtu për të rritur gjërat, sidomos gjërat e arbërt për shembull. Voilà. Isa fantastike. Edhe që mos të zën hapësirë ndërkohë që po i mban aty për shembull, për të kursyer sa më shumë hapësirë. Është vëgjë. Marka është Silvercrest, unë edhe ato që rraha që përdora për të bërë ëmbëlsirën është Silvercrest, janë gjëra që vlen, edhe nëse keni Lidl afër jush, qef, dëshirë, çfarë të doni, shkoni më nëse për 9,90 €, është problem. Ju lutem. Domethënë, fantastike. Kur ta provoj, do ju them, por që duket shumë e mirë, jam shumë e lumtur. Wow. Pëlqen, nuk ka dalë mirë. Fita thikën për ta provuar përveç minutave që thonte ajo, edhe nuk ishte mbetur asnjë gjë, domethënë të thika, kështu që e di që është bërë. Gjej, salutor tani do lajm arbrin. Okej, ne kam ndaj, kam bërë skincare, u marrë për një gjumë, tani thjesht do ulem, kam marrë një pak patatina, edhe do shoh një serial që kisha nisur para 2 ditësh. Pazuar në libër të Avio Kastijos, do ja vë në Instagram si sugjerim bashkë me libra që kam lexuar, sepse është super e meritoni. Kisha lexuar librin dhe doja se s'mund të shihja serialin. Kjo është pak a shumë një e diel tipike për ne, edhe faleminderit shumë që jeni me ne. Uroj të keni pëlqyer vlogun. Bashkë jemi në vlogun e radhës. Edhe faleminderit gjithmonë për mbështetjen. Mos harroni si për herë të vini like, share, komente, çfarë të doni pa ofendime normalisht. Kështu që jemi në vlogun e radhës. Unë